Kjo ishte historia. Qytetarë të Tiranës, demokrate e demokrat, shqiptare dhe shqiptar kudo që jeni sonte në Shqipëri dhe jashtë vendit. Të nderuar deputet, të nderuar aleat Partisë Demokratike, vëllezër e motra, zonja e zotëri, përshëndetjet më miqësore, nderimin më të madh, ju, burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që u ngritet sonte si uragan, i shpresës, i besimit, i shpëtimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Të dashur miq, ju flas sot në një nga momentet më kritike të kombit, jo vetëm në 35 vitet e fundit, por ndofta gjatë gjithë historisë së tij. Mira vjeçare, në 10 vitet e fundit të këtij regjimi, shqiptarët janë paksuar më shumë se nga çdo. Në 10 vitet këtij regjimi kanë shkuar mbrapa 100 vite për lindshmërinë e tyre. Sot ata kanë humbur mbi gjysmën e rinisë së vet, kanë humbur të ardhmen dhe çdo vit bën gjithnjë më pak në këtë 10 bekur. Ne mblidhemi në një moment kritik, ndofta si kur më parë, sepse Edi Rama, pasi shtroi zgjedhjet në farsë elektorale, del se ka vendosur të bëhet multimiliardier me parat tuaja, me pasuritë tuaja publike, dhe jo vetëm kaq, por ai ka vendos veten mbi ligjin, mbi kushtetutën, ka vendosur veten mbi çdo pushtet. Dhe na thot nga Surreli, apo kjo ndërtesë e krimit, se ju shumëzoj me zero, se unë jam mbi ligjin, mbi kushtetutën. Edi Rama, hidhi syt këtij bulevardi, sonte, nga sonte, ti kur nuk do njihesh më në Shqipëri as në botë si kryeministër, por si kavoband, si kavoband, si kavoband. Të dashur miq, pasi shtroi zgjedhjet në farsë elektorale, duke organizuar me parat tuaja mira veprimtaritë paligjshme në periudhë elektorale, duke arrestuar liderët e partive kryesore opozitare, duke përdorur tonelatat e drogës të karteleve dhe bandave të krimit, duke shtruar nën punësit e shtetit shërbëtor tuaj në policë të votës së lirë, duke falur 2 miliard euro, gjoba dhe kamata vetëm për karrigën e tij. Ai në një revansh të papar,
bëri gjithë shka që të mbyllë çdo hapësirë opozitës. A i mendoj se projektin e tij Shqipëria pa opozit tani do të realizoj. Miq, rrallë në njerë ka ndodhë vetëm në disa vende të Afrikës që qeveritarë të bëhen multimiliardierë dhe miliardierë dhe qytetarë të varfrohen nga vitin vit dhe të braktisin vendet e tyre. Me parat tuaja, Edi Rama ka vendosur vellën e zezë të censurës, paguën mediat e tij të cilat glorifikojnë të keqen, thurin lavdi krimit të tij, demonizojnë opozitën, mashtrojnë qytetarët. Me parat që grabit ju, ky armik i egër i qenjes shqiptare kontrakton lobist, ish ministra, ish kryeministra, diplomat, ambasador, zyrtar të lartë, për deklaratat paguara, për mashtrime ndërkombëtare, për betejë kundër opozitës. Të gjitha këto, duke besuar se Shqipëria pa opozit është projekt që do realizoj së shpejti, po ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, për të përmbysur këtë narkodiktaturë, një lloj si të përmbysëm etrit e tij 35 vite më parë. Miq, këto 2 javë në Shqipëri është zhvilluar një betejë pa shembull. Një prokuror guximtar pezulloi nga detyra zëvendës kryeministrën, njeriu më hajdut pas Edi Ramës në tërë historinë e kombit. Një gjykat turpi u ble, një gjykat supreme kryesore e kombit i hoqi jashtë çdo rregulli mas të pezullimit, e kthej Lubin në detyrë që të vjedh ditë e natë, e kthej Lubin në detyrë që të prish çdo provë, e kthej Lubin në detyrë që si banditët kërcënoj çdo dishpitar. Edi Rama me këtë akt, me këtë vendim që i diktoi gjykatës kushtetuese, na tha ne shqiptarve se unë ju kam vjedhë dhe do t'u vjedhë pa kufi, pa ndalshëm, sepse jam mbi ligjin, mbi kushtetutën, mbi gjykatat. Reagimi tjetër i tij, i pa shembull në tërë ekzistencën e pluralizmit. Miq, kërkesës për arrestimin e zëvendës kryeministres, pasi u shtuan aferat të cilat provojnë se Edi Rama dhe ajo së bashku kanë vjedhë, shpërdoruar dhe dëmtuar shqiptarët vetëm me ato afera 1.2 miliard euro. Edi Rama përsëri mbori pushtetin e parlamentit, blokoi parlamentin, blokoi heqjen e imunitetit, kreu grushtin e shtetit për të shpëtuar lëkurën e tij. Po miq, Edi Rama nuk lejoi dhe s'mund të lejonte kur të arrestoi Lubia,
sepse e din të mirë se i pari i dyti do jetë ai. Në fakt ai duhet ishte i pari, po i dyti do ishte ai. Edi Rama është autori i vjedhëve të përmasave të pa imagjinueshme nga ne. Çfarë mësuam ne këto ditë? Ne mësuam se zëvendës kryeministrja në ato teftere që janë gjetur deri sot, ka mbi 300 apartamente, ka dhe 2 jahte luksi, ka 15 supermerkato, ka me qindra prona tjera, por e vërteta është se në qoftë se ajo ka, mos harro këto prona, Edi Rama hyrin të ndërtesë, pasi kishte depozituar në bankat offshore para të vjedhura 200 milion euro. Të kthyer në apartamente, ato janë bash me 1800 apartamente. Dhe të gjitha këto para vitit 2014. Miqtë e mi, Edi Rama nuk do pranoj kur të heq imunitete. Edi Rama nuk do pranoj kur të shkarkoj Lubi Ballukun apo t'jap dorëheqje. Nuk duhet gabohemi. Jo, Edi Ramën do ta heqim ne. Do ta heqim ne, populli opozitar. Do ta heqim ne, populli opozitar. Askush mos ketë iluzion se Edi Rama ikën me vot. Jo kur. Por sot nuk ka shqiptar që beson më se Edi Rama ikën me vot. Mund të ketë tek këtu njerëz që besojnë se mund të ikën me drejtësi. Naivitet. Jo, kur. Aja është i gatshëm ato 84 mandate ti përdor si bajoneta krimi, kundër drejtësisë, kundër qytetarëve, kundër kushtetutës, kundër ligjeve. Atëherë vota jo, drejtësia jo, do t'jenë qytetarët, do t'jenë idealistët, do t'jenë guximtarët, ata të cilët do të hedhin Edi Ramën në banesën e turpit historisë. Do t'jenë ata që do i rezervojnë Edi Ramës atë që i ka rezervuar popujt e shtypur, Idi Aminit, Ghedafit, Mobutus, apo ata që i rezervuan kombet e largëta, Nepali, Bangladeshi, Sri Lanka, diktatorëve autoritarë si Edi Rama. Miq, zhurmë e madhe, opozita, s'kuj ka forsat, kuj ka. Mjera ata që i japin Edi Ramës, i japin zemër me gënjeshtra. Ja ku është opozita dhe do ja u them unë ju. Ju një njerëz të bekur. Ju jeni njerëz të bekur. Por opozita disa detyra të mëdha, detyrime shumë të mëdha që kishte para jush i ka bërë. Opozita ja doli ti dëshmoj botës se që përfaqëson narkoshteti shqiptar. Ja doli ti faktoj botës se si Edi Rama shtroi në fars votën tuaj. Ja doli të faktoj se Edi Rama është armik i egër i pluralizmit.
se është një bos i karteleve më të rrezikshme të drogës në Europë. Të gjitha këto ishin të domosdoshme, por të gjitha këto kanë një mesazh. Në këmbë shqiptar, në misionin historik për të larguar Edi Ramën, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar familjen shqiptare. Ndaj dhe ne jemi këtu sot, jam i bindur se me të drejtë, jo pa të drejtë, ka qytetarë këtu në shesh, ka të tjerë që na ndjekin dhe thonë, po çfarë do bëjnë këta? Ja u bë kjo, çfarë do bëjnë këta? U them atyre që pyes, keni shumë drejt pyetjen, po u jap fjalën që ne do bëjmë atë, ja do vdesim, ja do rrojmë për liri. Mjera ai që provohet me ne. Dhe djeni mirë, se kur ne kemi dalë me këthe motiv, kur nuk kemi humbur, kemi fituar, do fitojmë. Nuk mundet kur një grusht hajdutësh të na nëpërkëm ne, nuk mundet kur një grusht hajdutësh, narkotrafikantësh, të shkelmojnë mbi identitetin ton, të shkelmojnë mbi të ardhmen ton, të nxjerrin Shqipërinë, ta përzojnë nga Shqipëria, jo kur. Jo, ta harrojnë. Kemi dalë në shesh, mos e harro këtë Edi Rama. Sheshi është yni. Kudo që t'jesh, nuk të ndahemi. S'të ndahemi këtu, po t'ja fjallën s'të ndahemi as në Surrel. Hapi shim sytë, shim të njerëz. Marshim drejt Surrelit, po, ju themun. A ju në ka shpal luft. Ne i shpallim luft. A i ka shpal luft shqiptarve. Ne i shpallim luft armikut shqiptarve. Ke prek votën, Timor. Bastard. Harrove ti se daja jytë dhe baba jytë për votën doni ta fustin tanket. Të rikujtoj këtu Edi Rama 20 shkurtin, kur me autoblind përfundove në bunkeret e Enver Hoxhës. Edhe bunkerës do gjesh më. Ndaj miq, le ta shërbej ky takim madhështor proteste për një betimi njerëzve të lirë, betimi burrave grave guximtar, i djemve dhe vajzave guximtar, të bashkohemi sa më shumë dhe në emër tuaj ftoj të gjitha forcat politike opozitare, ftoj çdo opozitar, ftoj çdo guximtar të bashkohet në këtë betejë. Në këtë betejë vendimtare për fatin e këtij kombi që po shuhet, që po shkretohet, për fatin e këtij vendi të bekur, nga i cili po largohen bi dhe bijat e saj se nuk i besojnë më, pavarësisht se ka pasurit më prallore, për familjen shqiptare, të cilët duhen me çdo kusht ta shkatrojnë, ta shkonfigurojnë, sepse mbarti kombin nga shekulli në shekull, nga midhjeçari në midhjeçar, dhe tani duhet ta zhdukin kjo racë. Armiqësh, ju bëj thirrje intelektualëve shqiptar,
Hisë një mantel në konformizmit. Intelektuali ka armik numër 1 konformizmin. Është dhiru si më shkatrimtari ti. Dilin shesh si në 91, si në 90. Dilit përbalëmi. Se kemi detyrime. Ndaj familjeve tona. Ndaj qytetarëve që na besojnë. Dilni. Se nuk mundet kur një bandë si këta të përvetsojnë, privatizojnë shtetin dhe gjithë shka. Thirrje fermerëve të Shqipërisë. Shikoni fqijt tuaj, se si i blokuar rrugët 2 javë për të drejtat e tyre që i kanë 100 herë më të mëdha se tuajat në Shqipëri. Bashkohuni këtë protest. Bashkohuni se tokat tuaja po mbetën djerë, se fëmijët tuaj po shkojnë punojnë tokat në përbot. Të shpëtojmë sa më shpejt nga ky regjim. Partia Demokratike Qendron e vendosur të bashkëpunojë me çdo faktor, me çdo qytetar, me çdo forcë politike, në një front më të gjerë që Shqipëria ka pa. Edi Rama solte është një kufon politike. Rilindja solte është një kufon politike. Ajo pret funeralin, do t'ja bëjmë ne funeralin. Ndaj dhe duke u përulur dhe njëherë me ndërimin më të madh para jush, duke falëruar dhe ata që e lanë pa drita këtë tabel dhe u shtezova fjalimin po fola nga zemra dhe shpirti me ju. Ju uroj, ju falenderoj për ulën me ndërim të madh. I keni bërë vendin një shërbim të jashtëzakonshëm. Ju garantoj, jeni lodhë, keni dalë nga shtëpitë tuaja, keni ardhur nga anë e këmbë, por rrallë njerë, keni dhënë kontribut kaq të madh. Duhet keni besim se si që shpëtuam opozitën, kur dolin ta zhduknin, do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shqiptarët, do japim vendin që meritojnë. Ndaj dhe rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, 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 faleminderit.